Protesta e banorëve të Divjakës kundër reformës territoriale që shkrim bashkinë e tyre ka shënuar ditën e 24. Protestuesit kërkuan sërish që bashkia e tyre të mos përfshihet tek bashkitë që do të shkrihen sipas projektit Mazniku. Krahas presioneve verbale sipas protestuesve, kanë nisur edhe gjobat ndaj bizneseve për të shuar protestën, por protestuesit qendrestar u shprehën se do të vijojnë të protestojnë, që do dëgjojnë dhe Divjaka të mbetet bashki, e të mos i bashkangjitet lushnjës. Se duhet vitë të cënojnë bizneset, se na e bëjnë këtë presion, të pyetet i gjithë populli pa të vendoset ligji, ato e bëjnë pa ne. Prandaj është ngritur populli Divjakës, sepse Divjaka është 34.254 banor, janë aktual, por në gjendje civile janë 54.000. Por zhvillimi nuk duhet të bëhet duke humbur identitetin e zërin e Divjakës. Prandaj sot jemi këtu për të thënë qartë, Divjaka nuk është thjesht një bashki për të bashkuar në një hartë. Divjaka është shtëpia jonë dhe ne duam që ajo të vazhdojë të ketë zërin e saj. Ne do të mbrojmë bashkinë e Divjakës dhe Divjaka do vazhdojë të jetë institucion, do të vazhdojë të jetë bashki për t'ju dhënë secilit prej jush të drejtën që të zgjidhni vetë ato që do ju drejtoj në vitet në vijim, sot e në vazhdim edhe në gjithë vitet që në shumë vitet tjera që do të vinë. Marshimi në rrugët e qytetit mbylli protestën në thirrjet Mazniku propozon, Divjaka kundërshton. Divjaka bashki, Divjaka e qytetarëve jo e pushtetarëve dhe në fund mbështetje nga qytetarët e Divjakës, nesër më shumë.